Problemi i Lazaretit nuk zgjidhet me luftë. Kështu shpreh për televizionin Kanal 7 kreu i komunës së Lazaratit Dasho Aliko, i cili tha se pritet edhe një vizitë e mundshme në Lazarat të ministrit Tahiri. Për të problemi i Lazaratit zgjidhet duke dhënë punë banorëve të kësaj komune. Ai renditi edhe një stër probleme që shqetësojnë këtë komunë, por shprehu gjithashtu se bashkëpunimi një sër hallkave politike mund ta heqin Lazaratin nga harta e kultivuesve të drogës. Vetë ministri Tahiri ka folur shumë herë për çështjen e Lazaratit. A ka ardhur në një vizitë në Lazarat për të parë? Problemi i Lazaratit është një problem që tani tashmë dihet. Normalisht që ministri në pozicionin e tij politik dhe shtetëror që është, normalisht ajo i takon që të flasë dhe të kërkoj mbështetje, të jap mendim, të bëj përçapje për minimizimin e fenomenit kanabis në Lazarat. Kur dhe ne kërkojmë minimizimin e kësaj bime në territorin e komunës tonë. Ministri Tahiri mendoj që është interesuar për problemin e Lazaratit, ka folur disa herë në media të ndryshme ju e ndeshmimtar, pse jo mund të përgatitet dhe një vizitë për të ardhur në qendër të komunës të Lazaratit për të folur me banorët e Lazaratit, sepse fenomeni kanabis sativa nuk mund të zhduket nga Lazarati as me luftë dhe as me ura. Ajo zhduket me mirëkuptim dhe me hapjen e politikave dhe problemeve sociale për Lazaratin, siç ka nevojë gjithë Shqipëria. Ne përpiqemi që fenomeni kanabis, vitin që jemi, të bëjmë çmos për minimizimin e tij. Këtu kemi kërkuar dhe mbështetjen dhe mirëkuptimin e gjithë aktorëve dhe faktorëve të tjerë, politik, social, ndërkombëtar, sepse Lazarati është një komunë e madhe, është një komunë që ka probleme dhe problematikat e veta. Atyre njerëzve duhet të afrohet një diçka tjetër për të hequr të ligjshme, për të hequr këtë të paligjshmen, sepse është një popullsi me 7.000 ca banor, ka një ndytje shumë të madhe njerëzish, po të vish në qendër të komunës në orë të caktuara gjen 700-800 veta Lazarata, sqerin, ata njerëz duhet punësuar, ata njerëz duhet kryer kushte për të punësuar, sepse ata njerëz punëtor e duan punën, absolutisht nuk duan halli ka quar që ndeshen me ligjin, sepse ata të gjithë janë precedent të ligjit në një moment caktuar, por nevoja për të rritur fëmijët e tyre i ka detyruar që kanë bërë këtë punë të paligjshme. Shteti, ne, donacionet të huaja duhet të afrojnë Lazaratas dhe punësim të ndershëm për të hequr punësimin e pandershëm. Po flitet që po hipen edhe parcela me qira në Lazarat, është e vërtet? Unë nuk kam ndonjë informacion të kësaj natyre. Ne kemi bërë një takim publik në Lazarat në qendër të komunës, ku kemi kërkuar banorëve të Lazaratit të tokat publike, është një modhe ndaluar për ta. Çdo person që do vetë të zaptojë tokën publike për çdo lloj interesi, ose punë të ndershme ose të pandershme pa lejen e komunës, ai do denoncohet me një organet përkatëse dhe shteti pastaj të zbatojë ligjin siç mund të zbatojë për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë. Lazarati po kthehet si dhe një qendër punësimi edhe për gjithë banorët e tjerë dhe po shikohet me sy tjetër. Si mendoni ju, si mund të trajtohet apo abuzohet thjesht me emrin e Lazaratit apo mund të kthehet pse jo dhe qendër punësimi? Shiko, ku ka zë s'është pa gjë. Normalisht që edhe punësojnë njerëz të ndryshëm nga Gjirokastra dhe nga vende të tjera, prandaj thash që shteti duhet të hedhë syt më shumë te krijimi i vendeve të punës. Te krijimi ju jeni dëshmimtar të kësaj NPV sa punëtor kishte, ose të fabrikës së këpucëve atje sa punëtor kishte, ose të fushës, ku në Lazarat ka 630 hektar në ujë, dhe sot ajo fushë nuk punohet as 1 metër katrore vetëm për një arsye, sepse përshkruhet nga lumi Drino dhe lumi Suhës dhe nuk ka asnjë urë për të kaluar mjetet për të punuar ajo tokë. Thjesht e kanë në letra, thjesht paguajnë detyrimet për atë fushë që kanë, por aktualisht nuk janë krijuar kushtet për të vatur dhe për të shfrytzuar atë fushë. Ne si pushtet vendor, me granti që kemi, se gjithë granti komunës time është 110 milion lek të vjetra. 99 milion lek mua me argjojnë paga dhe sigurime shoqërore. Të ardhurat janë 50 milion lek të vjetra, sepse ato biznese kooperojnë në Lazarat. Atëherë ç'mund të bëj komuna me gjithë këto gjëra, duke ditur që ka 3 shkolla, ka një kopësht, dhe plot hallë dhe probleme të tjera siç ka çdo komunë tjetër. Detyrohem unë si kryetar komune, nuk marr pagën, nuk marr sigurime shoqërore, nuk marr pagën, naftën, çfarë më takojnë ato tjera që takojnë kryetarët e komunës, për të bërë ndonjë punë në Lazarat, në një rrugë, në një ndërtim, në një festim të vogël. Është dëshira e politikës për ta zgjidhur problemin e Lazaratit? Dëshira ime është për të zgjidhur problemin e Lazaratit. Politika nuk e di. Ndërkohë pyetjes se ka vullnet politika për të eliminuar kultivimin e drogës në Lazarat,
Aliko nënguroi të shprehej: "Unë ka vullnet, politika duhet ta tregoj".